Për ta plotësuar këtë, me që jemi ke pika parë. Tregohet për një person. Ky është hadith i njëjti realitet si kjo që po flasim. Një goxha besimtar. Goxha besimtar. E njeh besimin, e njeh të madhin Zot. Beson, falet, agjiron. Po flas për popujt e mëparshëm. Njëri me kapacitet besimi. Bon, thot pejgamberi alayhis salam gjinaf. Si ai që tham. Rabbi inni adhnabtu dhanban faghfirli. Çfarë edukate ka i besimtar me të madhin Zot, me krijuesin e gjithësisë, se ti po jeton tokën e atij, po ushqehesh me ushqimet e atij, po thith oksigjenin e atij, e ka bërë tokën si djep thot për ju, pra që jetoni, pse s'ka më as si planet tjetër jetë. Nga ajo që është zbulu shumë planete që janë. Pse? Se i krijoi kushtet tu për jetën. Edhe kushtet janë sinkronizimi miliarda gjëra, nuk është çështje ha se u bën 3 gjëra dhe u bë jeta, se po të ishte kaq e thjeshtë do ishte bën univers. Është perfeksion total, miliarda gjëra sinkronizohen që ne të flasim kaq lirshëm edhe kaq ëmbël me njëri tjetrin. Në trupin e çdo njeriu janë 37.000 miliard qeliza të gjalla që funksionojnë ndërthuren, brenda çdo qelize ka miliarda molekula që ne të flasim kaq lirshëm kohë si fyri vllai nderuam. Nuk është rastike, janë miliarda gjëra, procese që ndodhin çdo sekond trupin e njeriu, që ne të jemi kaq lirshëm si krijesë, flasim kaq qetë në kohë si fyri. Pra nuk është çështje jo kështu pa ashtu. Tokën ai e ka kriju të posaçme për të jetuar ne. Tani kur të gjitha ti ka dhënë, ti po prap gjinafti e kuptoj që e ke tepru. Dhe thot Rabbi inni adhnabtu dhanban. Zot, kam bërë gjinaf ndaj teje. Më fal mua. Kështu i thot pejgamberi selam tregon për një person realist me gjinafin. Përgjigja e Zotit gjithësisë. Robi im e din që është fajtor për gjinafin dhe e din që ka i Zot që fal edhe që dënon për gjinafin. E kam fal robin tim. Era parë. Po ta shohësh besimtarin këtë çast thu ky s'bën më gjinaf. Po. Kalon thot i far kohë, bën prap gjinaf. Si të gjithë. Prap mëkat. Thot Rabbi inni adhnabtu dhanban. Prap i drejtohet Zotit. Zot thot kam bërë gjinaf. Pra çfarë s'doni madhi Zot nga ajo që po nxjerrim si kontekst. Nuk don që bëj gjinaf dhe sikur s'ke bëj gjë. Kjo e hidhron të madhin Allah. Ose mundohemi të justifikojmë, them jam se ish kështu është. Edhe më keq. Pastaj këto janë cilësi shejtaneske. Herën e dytë, Zot bëra gjinaf, më fal mua. Kaq. Rabbi inni adhnabtu dhanban faghfirli. Më fal mua Zoti im. Thot Zoti e din që robi po ndihet fajtor për gjinafin. Dhe e din që ka i Zot që fal ose dhe dënon për gjinafin, e kam fal robin tim. Hera dytë. Këtë që po thoje ti, që ka i Zot mirë, që na justifikon sepse na ka kriju vet, po don që ne t'i drejtojmë atij me kërkim falje. Erën e tretë, njëjtën gjë. Zot kam bërë gjinaf, më fal mua. Dhe përgjigjja në këtë rast është, e kam fal robin tim se e din që ka i Zot që fal ose dënon, le të vazhdoj ai të bëj atë që don, nëse kërkon falje do ta fal. Ky është kuptimi i hadithit. Pra gjithë jetën, asnjëherë mos tërhiqemi vetëm se duke thënë nëse bëjmë gjinaf, Zot na fal, Zot na fal, dhe në të njëjtën kohë i themi Zot na ruaj neve nga bota e gjinafit. Sepse me vërtet vllai i dashur, të flasim drejt, Islam real, me vërtet kur bëj gjinaf, i kërko falje dhe mund të fali Zoti, po plagën në shpirt e merr. E merr. Humbjen e kënaqësisë e merr. E merr. Turpin e gjinafit e merr. Është natyrë njerëzore, po më i mirë është ai që i shmanget gjinafit. Por ne po themi që edhe ai që bën gjinaf ka rrugën se si i madhi Zot ta pastrojë atë nga gjinafi. Po që mos kalojmë nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër dhe për të qenë pak më të qartë. E gjitha kjo domethënë kërkon sinqeritet brenda. Edhe dije. Sepse disa njerëz mund ta marrin edhe kështu, se tani domethënë ke kjo e treta mas tretës vetëm falet dhe thotë s'po heq dorë nga ajo. Lufta me vetvete për t'u larguar ndaj atij gjinafi është maksimalisht, po nëse bjen kërko falje, pra mos du dëshpëroj që të vish ke prerë shejtanit, po të vazhdosh në shpresë e Allahut. Po me koncepti mesatar. Sakt. Ne e dim që asnjëri si shmanget i 100% gjinafeve. Tani për ta kuptuar pendimin, ne i premtuam dëgjuesve, vëllezërve dhe motrave historinë në rastin e Musait. Se këtu kuptohet tamam, unë dashuroj këtë moment. Tani një hadith shpresdhënës. Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Ai i cili pendohet nga gjinafi është si personi i cili nuk ka bërë gjinaf. Pra me që don të flasim për pendimin. Personi i cili pendohet është njësoj me atë i cili nuk e ka bërë gjinafin fare. Subhanallahu. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Et-taib min adh-dhanbi
penduesi, ai që po pendohet për një gjinaf, është si ai që nuk e ka bërë gjinafin. Deri këtu shkon. Kurse një hadith tjetër shprehzon se Zoti e shtrin dorën natën për të falë mëkatet e ditës dhe e shtrin dorën ditën për të falë mëkatet e natës. Ky o Zoti jon. 24 orë 24 për të na fal.